element, po e kujtova unë si proces zgjedhor brenda Partisë Demokratike. Po pra, ne po them, brenda PD-s ka pas gjatë gjithë kohës procese, dhe është vota ajo që vendosin demokratët. Nëse unë të jap të drejtën që ti të kesh mundësi që të zgjedhësh me votë, unë nuk mendoj se ka shkallë më të lartë të demokracisë brenda një partie politike. E qartë. Tafaj, ajo që ti ke si koncept për Partinë Demokratike, ku mendon se duhet të punoj, se Partia Demokratike ka dhe pikat forta shumë të mira, ka potenciale dhe shumë të mira, besoj për këtë bjem dakord. Duhet t'i evidentoj më shumë? Sigurisht, unë jam mik I fjalës së qartë, edhe qartësisë dhe thjeshtësisë. E gjithë kjo strumullare që bëhet për zgjedhjen e kandidatëve, më duket kështu një model alla shqiptar I zgjedhjeve, sepse transparenca zgjidh gjithçka. Le ta marrim statutin pik për pik, kandidatët që janë transparent, të jenë publikisht kush ka kandiduar me CV, pa CV, çështja atyre, do të thotë pse përjashton, cilën pik nuk përbush. Unë jam dhe për këtë brenda Partisë Demokratike, që njerëz që vinë kandidojnë, duhet të jenë njerëz me përvojë të gjatë në Partinë Demokratike. Kjo nuk është vetëm në Shqipëri, në Partinë Demokratike, Partinë Socialiste, edhe në Gjermani dhe në gjithë Europën kështu është. Normalisht, në Gjermani, në Unionin Kristian Demokrat ku unë aderoj, aty vi njerëz që kanë qenë 18 vjeç ose 16 vjeç që janë anëtar të Unionit të Rinisë deri tani. Janë njerëz me përvojë. Pra, unë jam kundër kësaj që të katapultohen të vi dikush I ri dhe pa përvojë, pa gjë, pa kontribut Partinë Demokratike, thjesht I njeh kryetarin apo deputetin, katapultohen mik pas miku dhe shkojnë sipër. Kjo është një nga elementet pse na dëmton neve si parti edhe si demokraci në Shqipëri. Pra, gjërat duhen parë qartë, thjesht kush kandidoi, çfarë kritere ka për të përmbushur, kë nuk përmbushi dhe ai të jetë I qartë në vetvete. Por partia duhet të lloj mënyre një platformë shtetbërëse, që njerëzit shkojnë mos të mbyllet dera, jo të mos të dorëzojnë aplikime, kështu janë këto kalaman lloqe që si nuk ka lidhje me politikën fare, këto janë gjëra karagjoz-lloqe që një parti pas 30 vjetësh duhet I kishte harruar këto gjëra. Kur shikoj që njerëzit ankohen me mbyllit derën, zgjeta sekretarin, zbëra këtu, nuk është Shqipëria ime, nuk është partia ime me këto lloj sjellje, me këto lloj mënyre sjellje. Më thonë ne s'kemi mësuar asgjë nga këto 30 vjet demokraci. Këto janë gjëra shumë thjeshta, janë të ashpra, por janë të drejta. Çdo demokrati duhet I dhëmb kur dëgjon kështu në televizor. Se në fund nuk mendoj për kryetarin, në kryetarin deputetë që marrin rrogën, gjithë atë rrogën në parlament dhe bëjnë një show politik, por janë me antarin e thjesht Partisë Demokratike, atë që kollot lopën gjithë ditën, atë që bë beton, që bë mur, që është roje natë, është security, çon ka se çfarë punë bën, ose mësues, ushtar kushtet e tjetër, me atë jam dhe për atë duhet punojnë çdo demokrat. Pra jam mik I fjalëve të thjeshta, qarta edhe për qenë I drejtë. Kryetari duhet I drejtë në radhë parë me vetveten, pastaj duhet I dhënë me të tjerë. Pra njëri që s'bën drejtësi dot për vetveten, nuk bën dot drejtësi as për të tjerë. Këtë bindje kam pas 30 ca vjetësh emigrim. Atëherë ke një koment për këtë? Jo, nuk kam asnjë koment, se nuk po e kuptoj dot kush është thelbi I diskutimit aty dhe arsyeja domethënë rrotullimit të fjalëve. Duhet të thënë gjërat siç janë. Ishte shumë I qartë. Nuk e kuptova, mase jam unë ai që s'arri do të kuptoj ato që tha. Megjithatë, për Partinë Demokratike duhen thënë gjërat siç janë edhe duhen thënë pa rezervë. Nëse ka arsye për të përkrahur Partinë Demokratike dhe fitoren e saj apo shëndoshjen e Partisë Demokratike, nuk ka nevojë të vinë vërdall situatës, duhen thënë gjërat siç janë. Shkuan disa atje gjetën derën mbyllur. Po dhe mund ta gjejnë derën mbyllur. Çfarë problemi ka? Shkojnë 2 orë më mbrapa, ata ta gjejnë derën hap. Pse ky është problemi I Partinë Demokratike, dera mbyllur që gjetën ata? Megjithatë, thash nuk kam koment, se ju Po ke një reagim? Ne presim një parti që për të vinë pushtet, dera do të jetë hapur për çdo demokrat. Nuk ka lidhje kjo, nuk është gjë formale, është shumë ordinere për ta prekur, për ta diskutuar, se nuk gjetem se nuk dorëzojmë dokumente. Në fundin me post. Mjafton të vi brenda afatit 00 të orës, duhet të pranoj. Po kush I ka ndaluar ata që ta bëjnë me post? Ja shumë mirë tha. Po zgjodhen që shkojnë fizikisht aty për t'i dorëzuar? Po jo, ata zgjodhen që të bëjnë një show mediatik Alba tani. Ti themi gjëra po ku ishte show mediatik? Vajtë me gjithë kamera për të treguar. Jo, nuk shkuan me kamerë. Kamerat janë aty nga mëngjesi në darkë, nga gjithë. Po unë e di ku janë kamera se unë. Janë aty, do të them, ti këtë gjë mos e sfumo. Kamerat, kolegët gazetar janë aty dhe bëjnë një punë për t'u lavdëruar dhe për t'u dhënë atë që ata vërtet meritojnë. Jo. Kamerat mediat janë aty për ta pasqyruar çdo gjë që ndodh Partia Demokratike. I nderuar kolegi I partisë, po ju drejtojmë drejt për drejt. Kështu nuk do të bëjmë dot as parti as shtet. Nuk jemi të bezueshëm për publikun shqiptar, për votuesin. Këto janë që gjëra që ne nuk duhet diskutojmë, nuk duhet të prekëm fare.
të flasim hapër, nuk themi pse ta justifikojmë, asgjë, po justifikuam me bëjmë punë akoma më keq. Nuk e justifikova fare, u mendoj që Jo, ata që thashë kamerat nuk- që në start kanë tendencën për të bërë show, nuk kanë tendencën për të marrë përgjigje dhe për depozituar dokumentacion. Se kjo s'kishte nevojë fare, unë depozitoj dokumentacion ashtu siç edhe ju citua. Po sepse kaq shtet kemi bërë, kaq media kemi bërë. Media rreth gjithë ditën përgjonte tek para Bën punën që i takon media. Po bën punën që i takon. Tash që ka faj media, duhet të kuptojemi. Tash që ata që shkuan,